në këtë konsultacion politik asnjë nuk do të kishte gjërsa për shkak se gora është në disfavorshme. Sikur me zotrin Berisha ose me zotrin Roma del dikush në vota. Dihet se kush fiton, pra, ose në këtë kuptim është thjesht një lloj satisfaksioni për të thënë që janë jemi partia hopër etj, mirë po realisht ky kuvend do të shënoj edhe një ndarje të tretë besoj të LDK-s për shkak spritet shumë gjasat janë të mëdha që zotri Hoti me një pjesë të anëtarëve të mbështetësve të LDK-s që janë edhe anëtarë të LDK-s aktual të largohen nga partia sepse nuk kanë zgjidhje tjetër për të qëndruar me një parti e cila vetëm sa po shkon nga humbja në humbje. Pra, ne në fund të dhjetorit, në bisedën e fundit që kemi bërë bashkë për vitin e kaluar, ju më shpjeguat qartë 3 klanet brenda LDK-s. Tani Abidjiku vazhdon më tej, klani i Hotit është fraksioni pra që do ndahet në parti të re. Mbetet në brenda edhe Luta atëre. Vetëm Luta. Po, Luta është kameleon politik, ai përshtatet kushdo që të vijë kryetar, pra është një kameleon, e ndryshon fytyrën sipas interesit. Kushdo që të vijë kryetar ai është aty. Thjesht i ka grupacionin e tij i cili e mban, mirë po nuk e ka asnjëherë guximin për të bërë kritika ose për të shkputur. Pra, është njeriu i cili nëse shikojmë qysh nga viti 91 gjithë kryetarët që kanë qenë në LDK ju ka qëndru afër dhe ka përfitu, pra është një kameleon politik, Luta dhe është më i zgjuar se tjerë, pra në kuptimin që përfitimit, dhe nuk ka një kauzë të vetën, nëse mund ta quajmë kauza e vetëm e tij, në thojë apo them kauza është përqendruar gjithmonë në hierarkinë e partisë, pra për të përfituar. Këtë kuptim zotri Horti unë besoj që e ka një moral më të lartë politik dhe do ta ndjek rrugën e Hikmet e Bajramit për të dhënë ndërheqje edhe nga strukturat tjera të LDK-s dhe unë besoj që do të largohen nga partia se nuk ka asnjë alternativë tjetër. Po unë besoj që më e mirë që do të mund të zotri Hoti të bënte edhe të tjerë është që qëndrojnë brenda LDK-s me një fraksion me idenë për ta reformuar partinë, sepse në këtë kuptim partia nuk reformohet, po vetëm shkon duke u zhytur më thellë. Dhe është për to rruket që një parti e cila ka mbajtur barrën e shtetërore për 20 vite në Kosovë ka rënë në këtë drejtë. Është e pafalshme se si një parti nga presidenti Rugova ka rënë në një parti të klaneve të disa njerëzve që realisht nuk përfaqësojnë as rrugovizmin, as një vlerë të LDK-s, thjesht janë një grupacion politik e cili kanë qëllime të meskine për të qëndruar aty dhe thjesht për të marrë benefitet që i ofron partia. Por asgjë nuk i ofron. Përveç atyre që kanë fraksionin dhe mund të largohen për të formuar një parti të re, kishim një kërcënim të qartë vet Abidjiku që ata që nuk respektojnë vendimet e partisë, të shumicës, nuk kanë vend parti. Pra tani do vazhdojnë dhe përjashtimet, një parti që do bëhet edhe më e vogël. Pra edhe i bie që rrjedhimisht këta të shkojnë në vetvendosje ose në partitë e tjera, kështu që kurti është ai që fërkon duar në fundit. Është vetëm një parti, unë besoj jo vetëm Kosovë, por edhe në rajon që i largon anëtarët e vet. Nuk ka një parti, nuk njeh spori në rajon, vise shqiptare jo që i largon njerëzit e vet. Pra LDK-ja ka filluar si thua këtë diskursin e përjashtimit qysh nga Vjosa Osmani. Vjosa Osmani kujtojmë që kishte sjell parti 200.000 vota. 200.000 vota dhe këta i larguan. Dhe çfarë thonin? Ne nuk na ka afruar asgjë Vjosa ne. Po kur dolën zgjedhja po që mbetën me 10%. Pra, unë nuk e kuptoj se çfarë mendësie kanë njerëz. Pra, këta jetojnë me një realitet tjetër. Gjithë qytetarët i shohin realitetin, këta jetojnë në një botë iluzione utopike. Pra, nuk e kuptojnë çfarë i duhet partisë. Partisë LDK-s duhen reforma. Duhen për t'i rikthyer njerëz që i larguar, jo për t'i larguar edhe këta që janë brenda, se edhe ashtu pak kanë mbetur. Pra, me këtë logjik LDK-ja zgjedhjet e ardhshme me shumë gjasë do të bie në 90%, se vetëm 12 tashmë ka rënë, gjasat janë shumë mëdha që të bie në 90%. Dhe nuk pres që të ketë si thuash ngritje, nuk ka asnjë gjasë. Edhe për më tepër LDK-ja jo vetëm tashmë, por për një kohë gjatë nuk do të mund të ringritet. Për një arsye shumë thjeshtë, gjeneratat e reja tashmë që votojnë për herë të parë, ata
duan diçka që si thua ju ofrohet diçka atyre, pra diçka konkrete. Ta zënë vetëvendosja i ofron të rinjve, studentave bën pagesën e semestrave, të shkollimit, bën gjithmonë partia në pushtet e ka inersinë më shumë. Pra, qytetarët e ndjejnë si thua më të përfaqësuar veten tek një parti siç është vetëvendosje se sa që është një parti tek LDK-ja. Dhe fatkeqësisht edhe këta anëtarë që kanë besuar që LDK-ja do të reformohet, tashmë si thua janë të dëshpëruar dhe pritet që nuk kanë asnjë alternativë tjetër përveç për ta mbështetur vetëvendosjen, gjë që zotri Kurti e ka kërkuar këtë. Prandaj zotri Kurti ka qenë lojtar aq i fortë politik sa e ka kuptuar se ku është pika më ndjeshme e LDK-s dhe pikërisht aty e ka godit. Kështu që është për të keq që një parti, po themi, që ka mbar mbi supet peshën shtetërore për 20 vite ka rënë në këtë nivel. Është e tmerrshme. Ka mundësi që zhvillimet brenda LDK-s të diktojnë edhe zgjedhjen e presidentit të ri? Ndoshta kjo çarje mund të shkojë një pjesë që mund ta votojnë, ndoshta një kandidaturë të mundshme të Vjosa Osmanit për herë të